Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, dhe sonte bashkë do të flasim me një grua shumë të suksesshme. Me mua dhe me ju është Fitore Boshnjaku Halili. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, mirë se u gjeta. Kënaqësimet pas në këtë emision, si je në këtë të shtun? Faleminderit për ftesën, është kënaqësi edhe për mua. Rrallëherë kam doktoresha në fakt në studio, jeni specialiste e sëmundjeve të gojës. Do të thotë profesioni im primar është stomatologe, pastaj do të thotë kam kryer edhe specializimin për odontologji dhe mjekësi orale, që do të thotë përbën sëmundjet e gojës në total. Prandaj që me ty sonte kemi shumë çka të flasim, jo vetëm ndoshta për profesionin, por edhe për jetën tënde personale, si zakonisht unë të gjitha hyneshat i rikthej në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Çka kujton Fitoria në këtë rast? Atëherë, unë si fëmijë kam jetuar në Gjakov, familjen e kam po ashtu në Gjakov. Kam qenë një fëmijë, do të thotë që kam qenë pakës ma e urtë në atë aspektin që kam qenë ma e prirur me lexu edhe me qëndru ma shumë në dhomën time, do më thonë shpe, edhe me lexu edhe me eksploru romane dhe libra të ndryshëm. Jam qenë një fëmijë pakës ma i urtë se sa që pritet për një vajzë të vetme në familje, do thotë me dy vëllezër. A ke pas ambicie prej fillimit me qenë doktoresh, apo Fitoria ka pa vetën diçka tjetër në profesion? Jo, prej fillimit kam pas ambicie me qenë doktoresh, se unë do të thotë babin e kam mjek, edhe ka qenë model që duhet me qenë një njeri përkushtuar në punë, edhe më ka pëlqyer gjithmonë profesioni i tij si mjek. Si është rrit Fitoria para se të jetë në fushën e mjekësisë? Fitoria është rrit, do të thotë, në një familje pesantashe, do të thotë kam pas babin, mamin edhe dy vëllezër, njëri më të madh, tjetri më të vogël. Do të thotë kam pas një fëmijëri fatmirësisht shumë të lumtur, shumë të qetë, edhe pa ndonjë problematik të madhe. Ke pasur ndonjë ambicie tjetër për te profesionit mjekësisë? Ke dashur ndonjëherë të bëhesh diçka tjetër në jetë? Jo, do të thotë vetëm ëndrat e mia kanë qenë gjithmonë me qenë një doktoresh, me qenë një doktoresh shumë e mirë, e famshme, edhe një doktoresh që kom ju gjetë popullit në nevojat e tyre. Se pikërisht zgjodhe sëmundjet e gojës? Është pak e veçantë? Është specializim më i veçantë, është shumë i nevojshëm për popullsinë, sidomos për popullsinë e Kosovës, do të thotë se mirret me mishin apo gingiven e dhëmbëve, të cilet na shumë shpesh e lojm pas, kështu që kam pasi nevojë që me u aftësu edhe m'ja mundsu pacientëve tanë, domethënë një higjenë të mirë orale, edhe do të thotë edhe profesioni jon do të thotë e përfshin edhe edukimin e pacientit gjithashtu përpos edhe terapisë ose trajtimit. Fitore, me mbri deri këtu, sigurisht që ka edhe sfidat e saj. Çka kujton nga sfidat e së kaluarës tënde? Atëherë, sfidat më të mëdha në fakultet, do të thotë fatmirësisht kam qenë e vetme, do të thotë nuk kam pas praninë e fëmijëve ose bashkëshortit, edhe nuk ka qenë e lehtë, po ka qenë diçka që është mbrit me mësim edhe me mundi, do të thotë, kurse pjesën e specializimit ka qenë pakës më sfiduese për mua, sepse si një nanë e dy fëmijëve, dhe si një bashkëshort edhe si një profesioniste në punë, ka qenë pakës e vështirë mi arrit atë balancin mes familjes edhe mes profesionit, ku na dim që profesioni jonë si mjek është lë përgjegjësi të mëdha dhe fokus shumë të madh tek pacientat, po pa anashkalu rolin tim si nanë e dy fëmijëve, do të thotë pas nevojë ashtu mi prioritizu as njërin as tjetrën, po të dyat në balancë. Si qëndron ose si ke qëndru me paragjykimet, sepse kam përshtypjen që të kesh këtë lloj profesioni, ti je natyrisht e ri në moshë, edhe nanë në të njëjtën kohë, ka edhe paragjykimet e veta. Po, ka pas paragjykime nëse fëmijët e mi do të thotë kom mujt milion pakës anash, po gjithmonë kom tentu do të thotë mi pas një orar të caktun të punës, edhe momentin që kemi mri në shtëpi dhe ka qenë ajo koha e fëmijëve, do të thotë mi u përkushtu totalisht fëmijëve, edhe jam shumë e kënaqur që kam, edhe shumë jam e lumtur që kam një bashkëshort që është shumë më përkrah, domethënë në çdo pjesë të karrierës time, kështu që po mendoj që kjo ka qenë edhe një plus shumë i madh për mua që kam pas edhe bashkëshortin që më ka përkrahur në çdo arritje të mia. Kthehemi pak tek vetja, si është Fitoria si personalitet? Je tipi qetë, më Atëherë, po,
Eksplodon më shpejt? Jam tip i qetë, normal që pas marrjes së epitetit non, do të thotë pakës ato eksplodimet e vogla, pas disa herë në mujt janë pakës më të mëdha, po nuk është diçka që është e shpesht, do të thotë përgjithësi muj me thonë që jam një tip më i qetë, më i butë. Kështu në fakt edhe duket, po megjithatë këtë do ta zbulojmë edhe përmes kartave, që ti sonte do t'i hapësh në 3 perspektiva të jetës tënde, por ngelim edhe pak tek e kaluara jote, tek familja, tek gjanat të cilat ti i ke dashur në jetë. Nëse do të mundje ta ktheje kohën mbrapa, çka do të ndryshoje nga e kaluara jote? Atëherë, me ndryshu nuk isha ndryshu asgjë, po isha kthy edhe një herë, domethënë në ato ditë të fëmijërisë ku ato problemet ose gajlet tona kanë qenë shumë më të vogla se sa tash, domethënë që përballemi. Në cilën fazë të jetës ishe kthy? Në fazën kur kam qenë, domethënë shkollën fillore, ku do të thotë ato brengat më të mëdha aty në kohën, qysh me mrimi kry detyrat e shtëpisë, edhe qysh me mrimi gëzu prind, domethënë me ato sukseset e fëmijëve, kështu që çaja më duket koha më e bukur për mua. Sa mendon që i ke arrit krejt synimet tua që i ke pas nga e kaluara, apo ke ende shumë për të bërë? Kam ende shumë për të bë, kam ende shumë për më arrit, do të thotë unë tentoj që me arrit sa më shumë edhe me gjetë ose me përfitu sa më shumë që me qenë një mjeke shumë e mirë edhe me qenë shembull i fëmijëve të mi që me punë edhe për kushtim gjithçka mundet më arrit. Sa jep Kosova mundësi që ti jesh e suksesshme në fushën e mjekësisë sipas teje? Kosova viteve të fundit ka bo hapa drejt përmirësimit, domethënë për arritje të kushteve për një mjek, po ka kohë që më rregullu hala më shumë edhe më mirë. Urojmë edhe shpresojmë që Kosova t'jep më shumë për mjekësinë tonë, natyrisht edhe për mjekët të cilët japin një kontribut shumë të veçantë, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë juve t'ju kemi këtu, natyrisht edhe mos ta lshoni Kosovën për të dhënë kontribut në për vendet e tjera. Ndërkohë që një synim për të ardhmen para se të vim tek kartat, një nga synimet më të mëdha që ti ke. Një nga synimet më të mëdha është do të thotë taftësohem hala ma shumë, do të thotë si në profesionin e mjekës, do më thotë stomatologe specialiste, por edhe në fushën e estetikës që do të thotë që tash më bëhen 8 vite që po ashtu mirëm edhe me pjesën estetike, jam edhe trajnere, do më thonë lokale e një firmës të cilën tentojmë do të thotë edhe kandidat tonë mi trajnu sa më dinjitetshëm edhe sa më mirë, edhe tentoj do të thotë më arrit hala ma shumë prej të dyja fushave. Fole për pjesën estetike, dua të ndalem këtu. Cila i flen më shumë fitores? Pjesa estetike apo pjesa e sëmundjeve të kujdes? Të dyjat flejnë, do më thonë, atë veçantinë tëne. Pjesa estetikës më pëlqen se do të thotë rikthen shumë tek personi atë vetbesimin, do të thotë edhe është diçka që është e shpejtë, do të thotë në krahasim me pjesën e specializimit cilën e kam. Po edhe të specializimit të pjesa kirurgjike jam shumë e emocionuar do të thotë për më jap pacientave atë transformimin total, do më thonë që i nevojitet. Edhe që e meritojnë. Si e sheh sot pjesën estetike nga këndvështrimi yt specialiste edhe në këtë fushë? Po teprohet me ndërhyrje të ndryshme, sidomos tek gjeneratat e reja, apo është një trend që mbas edhe duhet ta kuptojnë? Kohë të fundit, do të thotë mjekësia estetike në për krejt botën, tash edhe në për Kosovë, ka nis do të thotë më shku ma shumë drejt regenerimit ose drejt naturales. Normal që ka më pas gjithmonë mjek të cilët mbesin pakës ma mbrapa tek ajo ftyra pakës ma transformim ma i madh ose transformim ma jo natural, po shumica e pacientëve po ndin nevojën që naturalja do të thotë është ma bukur se sa ajo ma e teprune. Plastika që i themi. Kështu që unë jam e kënaqur që pacientat janë vetëdisu edhe po lypin për mjekut do të thotë ma shumë naturalen edhe
Gjithashtu edhe që janë të lexuar më shumë rreth produkteve të cilat po përdoren edhe po lypin origjinalitet, që kjo është shumë e rëndësishme sidomos në pjesën e estetikës, sepse qysh na dim do të thotë gjithçka që na injektojmë në fytyrë ose në trup, ajo mundet me qenë edhe diçka shumë e rrezikshme, kështu që natyrisht ka dy anë të medaljes, mund të ketë edhe efektet e saj anësore. Gjithsesi kemi parë kohën e fundit prej fytyrave publike që është një lloj trendi edhe për shkrirjen e fillerave të ndryshëm që dikur i kanë aplikuar. A mendon se kjo është duke ndikuar edhe në vetëdijsimin e njerëzve të thjeshtë nuk janë persona publike? Po, është e vërtet. Do të thotë gjëja më e mirë që kanë mujt mi bë këto fytyrat publike është që do të thotë mi largu ato pjesët e tepërta të produkteve, mbushjet e tepërta, edhe mu kthy ka rigjenerimi i lëkurës, do të thotë ka pjesë ku ka nevojë domethënë me terapinë regenerative, jo më me veç mbushje. Mirë, dashur, është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me nisjen e hapjes së kartave të doktoreshës fitore Halili Boshnjaku. Kthehemi pas pak. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio për ju shoqëron emisioni Hynesha e tash është koha për hapjen e kartave të hyneshës sime personte fitore. Se dashur e gati. Po, gati. Zgjidhe një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund ku të duash. Okej. Hajde po shohim pak te mesi. Hajde, ma jep mua. Në lidhje me atë që sapo keni diskutuar, çfarë mendimesh pozitive përjetoni më shpesh? Kur kthehesh në të kaluarën tënde dhe kujton gjithë atë rrugë që e ke kaluar, cilat janë mendimet më pozitive që të vinë në mendje momentalisht? Atëherë, mendimet më pozitive janë që do të thotë mu ka shpërbly ajo mundje dhe ajo sakrifica që i kum bo gjatë rrugtimit tim, edhe ndihem shumë krenare për veten, domethënë me arritjet e mia. Një mendim të theksuar që e ke gjithmonë sa herë kujton të kaluarën? Sa herë kur të kaluarën që do të thotë çdo sfidë ose çdo sakrificë e ka edhe shpërblimin e tij, do të thotë. Kështu që asnjëherë sfidave mos më ju frikësu, sepse ato nuk të thejnë, po ato të ndërtojnë. Një sfidë ndoshta që ti e kujton që eventualisht ka mujt me të thyë në të kaluarën tënde, ka pasur diçka të tillë? Po, ka pasur tashti, domethënë kohët e fundit ku ishte provimi specialistik që ishte një provim shumë madhor, edhe si nanë e 2 fëmijëve, do të thotë ishte pakës e vështirë me gjetë kohën mu fokusu, do të thotë në pjesën e literaturës edhe mu fokusu në përgatitjen e provimit, kështu që është e vetmja pjesë që do të thotë kum luftu shumë me veten për më arrit me përfundu. E përmende literaturën, sa ka Kosova literaturë të mjaftueshme për studime të tilla? Atëherë, fatkeqësisht literatura është e paktë prej autorëve tonë, domethënë të vendit. Kemi pas nevojë, do të thotë, mi zgjeru horizontin, domethënë me autorë të jashtëm, po që po shpresojmë që kemi shumë profesora dhe shumë doktora të mirë dhe në fushën e tyre, po shpresojmë që shumë shpejt edhe ata kanë më na siguru, do të thotë, ose kanë më siguru gjeneratave të reja një literaturë sa më të përditësuar. Sa më të pasur, natyrisht. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhni një kartë. Nga e kuqja? Atëherë. Me të parën, ë? Mohimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ekziston një refuzim për të pranuar realitetin, duke pretenduar se ai nuk ekziston. Për shembull, një person që ka një varësi e minimizon ose nuk e njeh atë, duke pretenduar se e ka nën kontroll, duke mbrojtur veten me pretendimin se ai ose ajo ja del mirë në punë dhe në marrëdhënie. Kur dhe si e përdorni mohimin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull, për ta thjeshtësuar. A je person që i mohon gjërat në jetën tënde? Kur kam qenë ma re, e kom pas atë mbrojtjen, domethënë që i kom mohu disa gjëra të cilat nuk më kanë konvenu, po tu zhvillu dhe tu kalu vitet, e kom pa që mohimi është vetëm i dëmshëm, do të thotë është më mirë mi pranu edhe me kqyr zgjidhje, domethënë për gjithçka që të vjen për gjatë jetës, se nuk është zgjidhje mi mohu diçka që veç është të ardhur. A e përdor si mekanizëm mbrojtës në rrethana të caktuara mohimin për diçka? Tentoj që jo. Tentoj mos me përdor. Kur ka qenë rasti i fundit që e ke përdorur, ndoshta edhe pa dashje? Rasti i fundit ka qenë, do të thotë, kur e linda djalin e parë Kroin, të cilën domethënë pas shumë sfidave për me mbetë shtatzane dhe me e lind djalin,
do thotë e mohova veten prej do thot u largova për pjesës karrierës prej asaj magjisë që ta jap epiteti non, edhe do më thonë isha e gatshme për vetë faktin që jam bonon, milion pjesën e karrierës, anash se mu doket diçka shumë do më thonë më madhore. E kështu që kjo kon do të thotë edhe kur më pyetëshin njerëzit kur do të kthehem punë, unë atë mohimin e parë thësha po në tash jam nana, ashtu duhet mu përkëdis për djalin. Po këtu një rol të rëndësishëm ka pas edhe një shtyllë e madhe për mu ka qenë bashkëshorti im, i cili ka ditë sa shumë e du profesionin tam dhe sa shumë kom sakrifiku, kështu që ai ka qenë ai që domethënë tankohen më ka folë dhe ka bisedu me mu për më rikthu jetës edhe profesionit. Kjo është jashtëzakonisht e bukur, sidomos kur marrim mbështetje nga bashkëshortët, sepse në Kosovë, sidomos tek femrat e Kosovës është jashtëzakonisht e nevojshme kjo edhe veçantë, po besoj që edhe ky rrëfim i yti do të jetë inspirim ndoshta për të tjerët edhe për çifte të tjera që një grua, një nën duhet të shtyhet përpara asaj përket arritjes së sukseseve në profesionin e saj, pavarësisht që mund të ketë dhe sfida, por mund të ketë edhe detyrime ndoshta ndaj familjes. Shumë e vërtet. Duket qartë që ti nuk e ke pasur këtë problem sepse ke pasur mbështetje. E kum pas për krahjen e bashkëshortit shumë. Kjo është fatmirësisht kum pas mbështetjen e tij gjithmonë. Tek pjesa tjetër e familjes, më fol pak për pjesën tjetër të familjes. Sa jeni të përafërt me profesione me njëri tjetrin? Motrat, vllau. Po. Atëherë unë kam 2 vllazën, të cilët na si familje kemi familje doktorave. Atëherë po filloj prej babit. Babi është do të thotë është mjek i përgjithshëm, ku ka kryer edhe pjesë specializimin e ortopedisë, traumatolog. Do të thotë mami ka qenë laborante, ka punuar në spitalin e Gjakovës. Vllau im i madh për momentin jeton në Gjermani, ku është edhe ai specialist ortoped si babi, edhe vllau im i vogël i cili është ka fusha ime të fusha stomatologjisë, është specialist i protetikës. Kështu që jemi një familje komplete për afërt për shkak që na lidhet. Po vjen natyrshëm kështu me ta bëj një pyetje pak më fani, do të thoja, a dini me fol diçka tjetër përveç mjekësisë? Jo, për çata, për këtë arsye kum zgjedh burrin, domethënë jo mjek, në fushë tjetër për më pas një muhabet pakës më ndryshe se sa. Cilës fushë takon bashkëshorti? Bashkëshorti takon fushës së biznesit, do të thotë nuk. Okej, do të thënë komplet ndryshe, pra pas diçka me fol në këtë aspekt krejt më ndryshe se sa mjekësia. Mirë, fitore, çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Duket që shpejt ja morë dorën kartave. Po. Atëherë. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Si mund të sillni më shumë argëtim dhe kënaqësi në jetën tuaj në lidhje me atë që keni diskutuar? Çfarë do të bëni për ta arritur atë? Për ta thjeshtësuar, si i sjell më shumë argëtim dhe kënaqësi jetës së saj në një të ardhme të afërt, fitoria, përkundër krejt angazhimeve dhe stresit ditor që mund të kesh në fushën tënde? Atëherë, një diçka që tentoj më arrit është më bë sa më shumë udhëtime bashkë me familjen, sidomos me fëmijët që tash pakës kanë nisë më urrit edhe udhëtimet kanë më qenë argëtues. E këta kam prej synimeve kështu kryesor që pavarësisht domethënë angazhimeve dhe të shumta që kemi gjatë përditshmërisë, mi gjet një kohë për me u argëtu me fëmijë, domethënë edhe gjithashtu edhe me bashkëshortin, me partnerin. Duke të përcjell punën, natyrisht e kom paqë edhe udhëtimet në pjesë e pandashme e jetës tënde, ashtu siç edhe po thua, duke qenë se ke vizituar shumë vende, cili është vendi më i preferuar deri tani? Që të kalon përshtypje në fusha të ndryshme. Deri tani do të thotë prej gati të gjitha udhëtimet që kam qenë do të thotë me punë, shumica prej tyre, kështu që më ka rënë me pa shumë vende, po deri tani më ka pëlqyer Kana, kur isha në tetor do të thotë për një projekt të cilin e realizuam, ishte një vend shumë i bukur. Është jashtëzakonisht i bukur, natyrisht dhe me të drejtë, po besoj edhe e keni zgjedhur këtë pjesë. Mirë, fitore, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Shumë mirë, shumë. Kam përshtypjen që nuk e fol më herët për jetën tënde në kaq detaje në 3 etapa. Që një kohë të gjatë jo. Kështu që do të jetë një reflektim i mirë për ty. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse siç e shihni me doktoreshën Fitore kemi edhe shumë çka bashkë për të shpalosur në raundin e dytë. Kthehemi pas pak. Të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës. Tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të doktoreshës Fitore. Dashura e gati. Po, atë vazhdojmë të kalojmë. Një kartë me nga e kaluara. Me të parën tash. Me të parën, po.
Në lidhje me atë që keni diskutuar, a keni ndonjë gjë pozitive që keni ndërtuar nga këto situata? Është pak a shumë e njëjtë me kartën e kaluar, do të preferoja ta ndrojmë. Okej, pi E ndrojmë. marrim një tjetër. Si do të dëshironit t'ju shohin të tjerët në lidhje me atë që sapo keni diskutuar? Me gjithë të kaluarën tënde, me të gjitha të arriturat, sfida, gjithë shka që ke përjetuar në jetë, si do doje sot të të shihnin të tjerët? Atëherë, si do doja të më shihnin të tjerët, është si një profesioniste e mirë, do më thonë të pjesa e profesionit ose karrierës, edhe një nanë e devotshme dhe përkushtuar. Kjo është do të thotë njëna prej ëndrave që i kum pas edhe si fëmijë, do më thonë që mos më bë kompromis as me njërin as me tjetrën, po me qenë balans të dyat. Kjo është shumë e bukur kur arrim ta kemi në fakt, sepse është shumë e vështirë me të gjitha angazhimet që ke, tek pjesa e fëmijëve që po i përmend shpesh. Sa janë ata të lidhur me profesionin tënd, apo tani e ke pa që kanë komplet vizion tjetër për profesionin? Ju pëlqen profesioni, do të thotë jashtëzakonisht, po janë halat, janë ende të vegjël për me kërku, me mendu ato që ka dëshirojnë, edhe pse unë si non, do të thotë na si prind gjithmonë mendojmë që ka është ma, thojza e lehtë edhe mirë për fëmijët. E në këtë moment, në këtë fazë të jetës që jam, kisha dashur me eksploru profesione të tjera përveç mjekësisë. Tek mjekësia, e çuditshme sepse zakonisht këtë prindrit kanë qef që fëmijët e tyre me i pa mjek. Të paktën edhe unë e kom pas nënën të tilla, se s'ka pas bëj fare me mjekësi. Ama do të thotë sfidat që kalohen për më mrit deri këtu janë qaq të mëdha sa ti mandin dhimbët për fëmin tonë, domethënë me kalu. Është ndonjëri që ka talentin tënd, i pëlqen me u marr me shiringa, me gjëra të mjekësisë, qoftë edhe për t'lujt? I madh i pakës, do të thotë kroj, djali i mas, më shumë është do të thotë është e ka 6 vjet e gjys, kështu që ai më shumë e kupton pjesën e profesionit, e ai pakës më shumë do të thotë dëshiron mu bë mjek. Nëse s'do të ishe doktoresh fitore, çka do e shihje veten? A e ke menduar ndonjëherë? Nuk e ku mendu, po ndoshta kisha shku te diçka që e kum pa që më flen edhe më pëlqen, është pjesa e arkitekturës, pjesa e dizajnit grafik, do të thotë që shoh veten që më kish pëlqyer dhe besoj që shumë interesant, komplet tjetër prej profesionit që e ke. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjedhë një kartë. Në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndier e humbur dhe e çorientuar, si ka ndodhur? Atëherë, e përmenda edhe ma herët, do të thotë pas lindjes së djalit të parë, isha komplet ashtu në magjinë të qenurit nën, edhe bisedat, kur bëshin bisedat që më këthym punë, kom qenë komplet e humbun se më dhimke edhe minuti mi hup larg fëmijës. Kënejnë do më thonë ato hapat që i kum ndërmarë për më arrit të ai profesion nuk kanë qenë të lehtë, edhe do të thotë që aty kum qenë e humbun që shko me mbri, do të thotë me qenë edhe një nanë e mirë dhe një profesioniste e fokusune, se në fushën e mjekësisë duhesh me qenë shumë e fokusune dhe duhesh me qenë shumë e përgjegjshme për pacientët e tu. Dhe natyrisht në hap me kohën, sepse gjithmonë ka gjëra të reja. Ka gjëra të reja, edhe ku mendu që s'munda me dal, do të thotë edhe çaj ka qenë momenti jam më i humbun që do të thotë nuk kum ditë akoma shumë me dal qysh unë e du. Si ke qenë me gjendjen emocionale? Se po besoj kjo është shumë e rëndësishme për ato nana që do të bëhen nana së shpejti. Si ke qenë ti me gjendjen tënde emocionale? Sa ke mujt me i kushtu rëndësi kësaj pjese? Po, gjendja emocionale nuk ka qenë shumë e mirë, do të thotë më kujtohet dita e parë kur jam kthy në punë pas lindjes, do të thotë e di që e kum vizitu një pacient, kum shku në banjë, kum qajt, kum vazhdua për do të thotë kanë qenë disa ditë të cilat unë nuk më isha mi marrë veten që atë e kum lonë fëmijën edhe pse fëmija ka qenë përkujdesje shumë të mirë, së pari është përkujdes mami im edhe vjera ime nana e bashkëshortit, por mandej do të thotë u rrit aq sa më shku tek kopshti, po kum zgjedh mi pas një orar gjysëm ditor, do të thotë që më mësu gradualisht, që shumica e nanave në ditë sodit nuk e kanë atë mundësi, po që fatmirësisht
kum pas do të thotë fat që e kum pas atë mundësi do të thotë mi marrë një gjysmëore. Po, për te i kësaj fitore, sa i kushton rëndësi gjendjes emocionale? Është shumë e rëndësishme për dëgjuesit, sepse edhe emisioni ka një farloj karakterit të tillë psikologjik, sa merret fitoria me gjendjen e saj emocionale? Unë mirëm shumë me gjendjen emocionale, se do të thotë përveç si do më thonë në fushën tonë të mjekësisë kemi të bëjmë shumë gjendje të rëndurë emocionale, sidomos te pjesa e estetikës, kështu që e shoh arsyeshme dhe shoh nevojshme mu marrë edhe me veten, pra të ure mirëna me aktivitet fizik, do të thotë pothuajse çdo ditë, që ajo pakës ma largon atë energji negative, edhe gjithmonë do të thotë pjesa tjetër do të thotë që mi largon streset, do të thotë dalja me shoqni, dalja me njerëz më të afërt, do të thotë që me ta largu atë stresin ditor që na për çdo ditë e kemi. Jashtëzakonisht model i bukur ndoshta për tu ndjekur edhe për t'i balancuar të dyja në këtë pikë, sepse siç po e potencojmë gjatë gjithë kohës që nuk është e lehtë në asnjë moment. Nuk është e lehtë, por nuk është e pamundur. S'është e pamundur. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi dëshironi, si do të ndiheni kur ta keni arritur atë? Cili mendoni se do të jetë mendimi juaj për veten tuaj atëherë? Çfarë lloj ndryshimi e dëshiron tek vetja fitoria në një të ardhme të afërt? Dhe si mendon se do ta arrish? Kjo është personale, tek vetja jote personale. Po. Atëherë një ndryshim që kisha pas qef mi arrit është do të thotë që mës me qenë shumë, mës m'ja jap vetit presionin e madh që kam që gjatë gjithë kohës me mri hala ma shumë, do të thotë se na gjithmonë tentojmë me mri shumë edhe për me qenë shembull i fëmijëve. Dhe harrojmë veten nga njëherë, e presionin edhe stresin mi ul në një shkallë shumë më të vogël. Si mendon se do të arrish këtë gjë në një të ardhme të afërt? Ende nuk e kom zbulu, kur ta zbuloj do të kthehem në mision dhe do ta tregoj. Shumë e bukur si përgjigje, faleminderit e dashur. Sa je e lidhur me pjesën e artit përkundër krejt jetës që e bën në vazhdimsi, dhe jo pashkas po ta bëj këtë pyetje. Po, arti do të thotë pjesa e profesionit si mjeke estetike ka lidhshmëri shumë të madhe, do të thotë me atë që na bëjmë art në fytyrë, do të thotë na tentojmë mjekësinë edhe artin mi bashku, ku të pjesa mjekësive mundohemi mi pa ato që kena mësu, do të thotë gjatë studimeve, do të thotë ku i kemi muskujt, ku i kemi ente gjakut, do të thotë që mos më bë dam, edhe mja përshtat me pjesën e artit që kish mundohë, do të thotë fytyra ose pjesa e trajtuar në sa ma bukur. Do të thotë unë mendoj që ka shumë kjo pjesa, sidomos e fushës estetike, nuk është me të mësuar, po duhet me pas edhe pak talent për art, duhet me pas një sy artistik, mendoj. Cilat janë kërkesat më të çuditshme fitore që të kanë ardhur në aspektin estetik? Vijnë njerëzit me foto që dua të bëhem ose dukem si kjo, siç dëgjojmë shpesh? Po, sidomos te pjesa e buzëve, që për mendimin tam buzët janë diçka që secili për neve e kemi një veçanti, do thotë për që ata Zoti na ka kriju, që na ka kriju të ndryshëm. Edhe që ajo pjesa e individualitetit që e kemi neve na bën shumë më të bukur dhe shumë më të veçantë. Edhe kur vijnë me një foto të një këngëtares që dojmë i bë buzë të njëjta, edhe në do më thonë edhe të tishim mundu sa ma shumë, edhe tishim konë, do më thonë edhe me ndërhyrje operative ndoshta është e nuk mundet mi arrit, sepse që ajo ndryshimi mes njëri tjetrit njëve na bën të veçantë. Më i çuditshme, kërkesa më e çuditshme që e ke pas? Kërkesa më e çuditshme që kam pas, duhet me qenë, do të thotë, mosha shumë e vogël, do të thotë për me bo ndërhyrje, do të thotë estetike, në të cilën do të thotë me qenë se unë punoj në shumicën e kohës kam punu në klinika estetike të mdhaja, do të thotë nuk ka qenë diçka që është prit për meje, do të thotë mi kthy pacientin, po unë si mjeke që e kam për detyrë mas pare mos me bë dam, do të thotë ka qenë përgjigja ime negative, ku mandene kum fitu një besim shumë të madh tek pacientët, do më thonë të familjarët e personit, të cilët do të thotë më kanë bo ma shumë punë, mandene të ma pru një tjetërin, se sa shka kisha përfituar në prej pacientës në fjallë.
Interesante kjo, se zakonisht nuk ndodh që të kthehen pacientët, sidomos kur krejt kjo pjesë është profitabile. E vërtet, po unë e potencoj edhe gjithashtu dhe kandidatëve të mia tentoj m'ju shpjegu që pacienti nuk duhet mi pa si profit ose si pare, po duhet unë secilin pacient e shoh si dikon shumë të afërt temin. Unë çdo pacient e shoh si nanën time. Do të thotë a ja kisha bën nanës time të njëjtën tretman? Jo. Atëherë ose vetës, atëherë nuk ja vlen mi bë. Domethënë edhe nëse çaj pacient e kërkon ti si mjeke, si profesioniste, e sheh që nuk i përket fytyrës së saj ose pjesës së fytyrës së saj, atëherë më mirë leje, sepse ne si mjek do të thotë jemi betu që nuk kemi nuk kemi me bodam, po kemi me shku në benefit pacientit. Mirë, dashur kthehemi te karti edhe një herë sa je lidhur me muzikën. Sa dëgjon muzikë Fitoria? Muzikë dëgjoj shumë, gati për çdo mëngjes, domethënë kur zgjohem, shumicën e herave kur zgjohem pi gjumit për me zgjuar dhe fëmijët e mi lëshoj muzikë, ja nisim ditës me muzikë sepse domethënë ndoket që e gjithë dita na shkon bar. Rrugës për në punë që kam një copë rrugë, do të thotë gjatë gjithë kohës jam e shoqëruar me muzikë, për mua muzika është pjesë shumë e bukur e jetës. E jetës, mirë. Cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në valët e Radio Kosovës? Një këngë për mu. Për momentin s'po më kujtohet diçka që... Cilën e ke dëgju sot, kur je zgjuar mëngjes? Cilën këngë e ke lidhur ditën? Sot që jemi zgjuar mëngjes, e kemi dëgjuar një këngë të fëmijëve, do të thotë që përsëritet gjatë gjithë kohës. Është një filmit vizatimor, të cilët u bë shumë i famshëm, diçka me disa Angels, diçka që për momentin nuk po më kujtohet. Po për ty, një këngë që po të vjen mendje tani. Një këngë që po më vjen mendje, atëherë cila do prej këngëve të Elvanës Gjatës që ka atë repertuarin, do të thotë vitit 2008 që i ka këngë do të thotë veç me piano, që cila do prej aty në kish me qenë rregull. Mirë, unë do të los deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë një nga këto këngë të Elvana Gjatës, ndërkohë që rikthehemi pastaj me raundin e tretë dhe të fundit. Shëndroni me ne. Jemi shoqëruar kështu bashkë me Elvana Gjatën vetëm për dëshirën e hyneshës sime për sonte, doktoreshës Fitore, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Kemi ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit, ai gati. Gati. Zgjedhë një kartë nga e kaluara. Cila ishte situata më e fundit në të cilën keni ndjerë se duhet të kompenzoni, çfarë ndodhi dhe cilat ishin rezultatet? Para se të kthehemi tek pyetja, a je person që i kompenzon situatat në rrethana të caktuara? Po, i kompenzoj, sidomos domethënë edhe te aspekti profesional, do thotë kur ndodhem jashtë me ndaj udhëtim ose diçka, mandej ne tentoj mi kompenzu atë kohën e humbun do të thotë tek pacientat, po edhe te pjesa e do të thotë familjes, do të thotë çaja kohë që mundet më humb mu me ta, do të thotë gjatë rutinës ditore, do të thotë ose gjatë javës shumë të ngarkuar me punë, tentoj vikendeve mi kthy pakës ose mi kompenzu kohën e humbur. Situata e fundit që ke kompenzu? Situata e fundit që kom kompenzu, do ta kompenzoj sot, se kam qenë në vikend në udhëtim jashtë shtetit, edhe tash kom bri mbrëm, do më thonë, natën vonë, edhe kom pas vetëm pak kohë me familjen time më shpenzu, kështu që sot kur ta përfundoj punën, do të kthehemi edhe ta kompenzoj kohën e humbur. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Kur jemi të mërzitur ndonjëherë nën drejt njerëzve, ne flasim me ta, kërkojmë ndihmën e tyre dhe presim mbështetjen e tyre. Nën B shkojmë kundër të tjerëve, i konsiderojmë ata fajtor, grindemi me ta dhe futemi në konflikte. Dhe nën C largohemi nga njerëzit, izolohemi dhe problemin e zgjidhim vet. Cila nga këto ju ndihmon më shumë të qetësoheni dhe si ju ndihmon? Cila është fitoria në këtë rast? Fitoria është person që do të thotë për ato kur jam e mërzitur, kam nevojë me fol, do të thotë edhe shkon drejt njerëzve. Do të thotë kam nevojë për krajen ose mendimin, do të thotë për çfarë do situata që mundet me mu shfaq, kështu që jam person i cili kërkon ndihmën e njerëzve. Mirë, i merr për bazë këshillat apo thjesht ke dëshirë ti dëgjosh ato se çfarë? Jo, i marr për bazë këshilla, domethënë për njerëzve të cilët
e di që ma dojnë të mirën, gjithsesi marr Po në këshillat anën tjetër, është fitoria person që dëgjon të tjerët. Sa e person që i dëgjon të tjerët? Mendoj që i dëgjoj, do të thotë sidomos personat që kanë më shumë përvojë se unë ose që janë do të thotë që janë më të vjetër se unë, domethënë që dinë diçka më shumë, jam person që dëgjoj. Tek këshillat kur jemi, cila është këshilla më e keqe që ke marrë për veten dhe këshilla më e mirë? I ke klasifikuar? Nuk i pas na klasifiku, këshill të keqe nuk besoj që ku marr, nashta ka mujt me qenë ai këshill e keqe kur kam qenë në moshë marinore, do të thotë prej shoqëve që as ato nuk kanë ditë në atë kohë, nuk është që po më kujtohet diçka në veçanti, po zakonisht në moshën adoleshente ne gjithmonë tentojmë, sidomos pjesën e shoqërisë, se mendojmë që pak e si merita dhe mendojmë i dëgju, kështu që ka mujt me qenë në njëna prej atyre. Kurse, cila ke pyetja dytë? Këshilla më e mirë që e ke marrë për veten? Këshilla më e mirë që kom marrë është me pas më shumë vetbesim dhe me punu drejt vetbesimit në vete. Kjo është duke u rrit, do të thotë nuk është që s'kom pas vetbesim, po nuk e do të thotë gjithmonë e kom pas një farë ndrojtje, se kom qenë person, siç ju thash më herët, pak as më abut, edhe kom qenë më ndrojtun edhe nuk e kom pas vlerësimin për veten në nivel sa është dashur, kështu që këshilla e prindërve të mi ka qenë që do të thotë unë më punu drejt asaj që mi vlerësu veten, edhe jam e lumtun që kemi mrit deri në atë pikë. Për krejt ata që kanë probleme me vetbesimin, çka ka bu fitoria për me arrit ata? Fitoria ka punu më shumë me veten, do të thotë kum bisedu me veten, tu i tregu do të thotë t'u tregu vetes tankon ato sfidat që do të thotë une edhe pse kum mendu që s'më mi kalu, une i kum te i kalu, do të thotë edhe çdo arritje jamja që më ka bu më fort edhe kjo më ka nimu që do të thotë unë mi pa edhe mi vlerësu veten më shumë. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion, shpejt kaloj minutazha fitore. Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni. Tregoni në çfarë ju duhet të investoni më shumë kohë për të arritur atë. Atëherë, edhe një herë pyetja. Cili është qëllimi për cilin ti do të punosh në një të ardhme të afërt dhe tregoni se në çfarë ju duhet të investoni më shumë kohë për të arritur atë. Atëherë, investimi im, domethënë për do të thotë qëllimi im në jetë është mi vëdëjsu popullatën sa më shumë si të pjesa e shëndetit të gojës, ashtu edhe të shëndetit të lëkurës. Do të thotë investimi im do të jetë që sa më shumë me spjegu ose me ligjëru drejt mënyrës sa më të duhun do të thotë për aplikimin si të pjesës së estetikës ashtu edhe të higjienës orale. Kështu që në të ardhmen duhet të investojmë më shumë në intervista të ndryshme, domethënë rreth mjekëve, intervista fushata vetëdijshme ndoshta në lidhje me këtë. Mirë, ndalemi pak këtu fitore, sa jemi të vetëdijshëm për këto gjëra për cilat ti po i potencon? Shumica e popullsisë nuk është shumë e vetëdijshëm, për që ata edhe unë gjithmonë kërkoj edhe prej kolegëve dhe prej mjekëve që mi vëdësu sa më shumë popullatën sidomos për higjienën e gojës. Mirë, ne urojmë edhe shpresojmë që shumë shpejt do të vim tek niveli i duhur i vetdijes, sa i përket edhe këtyre kauzave të rëndësishme për cilat ne folëm, meqense koha na premton edhe për një kartë të vetme, cilën do ta zgjidhje. Nga e tashme apo nga e kaluara? Nga e tashme. Hajde. Ekzistojnë 5 kërkesa të forta të brendshme. Nën A, jeni të përsosur, ju nuk keni të drejtë të bëni një gabim. Nën B, bëhu i fort. Nën C, nuk mjafton. Nën D, nxitoni dhe nën E, kënaqni të tjerët. Cila nga këto kërkesa është mbizotruese tek ju? Cila është fitoria? Fitoria është domethënë është edhe të B-ja, të bëhu i fort, edhe për mi kënaq të tjerë. Domethënë unë kam si natyrë, përse kam qenë e vogël mi kënaq të tjerë, edhe ashtu do të thotë në çfarëdo rrethi, në çfarëdo situate që jam, kam qejf do të thotë personat e pranishëm me qenë të kënaqur dhe tentoj gjithmonë mi arrit. Po sa e merr fitoria të njëjtën prej të tjerëve? Sa mundohen të tjerë ta kënaqin fitoren? Ma pakës, po nuk është diçka që
formatet, kështu që unë kënaqja të tjerëve më kënaq mu si person, më përmbush mu, kështu që nuk S'di pse gjatë bisedës mu duk sikur jeni edhe person që nxitoni për të kapur suksesin, për të arritur gjithçka, për të qenë përkryer në çdo aspekt. E vërtet. Sa je tillë? E vërtet, tentoj ka një herë do të thotë që shumë ngarkona gjatë ditës se tentoj mi mri krejt, ndonjë ditë do të thotë nuk jemi lodhja, stresi, ngarkesa, nuk ta lejon trupin mi mri, edhe do të thotë tentoj me qenë përsosur në të gjitha sferat, po ka një herë normal që nuk është e mundshme edhe veç po për mu nuk është diçka e keqe, për mu do të thotë jeta është gjithmonë sfidë pas sfide, edhe na duhet me luftu që me mri sa ma shumë. Fitore, ke pas momente që je lodh nga gjithë këto, ka pasur ndonjë ditë fitoria që ka thënë okay, s'po mundem më. Kaq ishte. Ka pas shumë ditë që kam thonë do të thotë, ka pas shpesh ditë që kam thonë, po ajo ka qenë do të thotë një momentale ku pas një kafe ose një muhabeti, një bisede të mirë me një person dashur ose një 2 orë gjumë, atëherë është ndru situata. Mire dashur, ka që ishte minutazha për hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tani që jemi krit në fund të tregom cili është reflektimi yt mbi veten tënde dhe si po ndihesh. Faleminderit mas pari për ftesën, ishte nderë të jam mysafira jotja. Ishte një intervistë shumë e bukur dhe për mu, se më ktheu edhe mrapa, edhe në kohën e tashme dhe në të ardhmen, edhe ke një reflektim shumë pozitiv dhe shumë i bukur do të thotë për ato që kam kalu dhe që kom arrit. Shumë faleminderit për çiltërsinë tënde, krejt në fund e dua një porosi tënde për të gjitha gratë dhe vajzat, sidomos ato që e kanë pasion estetikën edhe të dukurit bukur. Okej, atëherë këshilla ime është tek të gjitha vajzat, sidomos tek nana, domethënë në profesion, është që mos ta shohin sfidën si diçka të pamundun, domethënë sfida është ajo që nuk të thyen, po të ndërton edhe të bën më të fortë. Kështu që na jena shumë më të fuqishme se sa që e dim. E vërtetë, dashur, faleminderit shumë, unë uroj shumë suksese. Faleminderit edhe për te. Të dashur dëgjues, kaq kishim për këtë edicion të emisionit Hynesha me mua Elvanën, bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.